përshëndes të gjithëve, do t'jemi bashkë në rreth e qark për sot, ku si çdo mbrëmje do ndalemi tek zhvillimet më të nxehta rreth globit dhe rajonit. Unë jam Rosalba Bejdo. Gati 2 javë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, Kosova po hyn në një nga fushatat më të tensionuara të viteve të fundit. Akuza për shantazh, presione, manipulim dhe përdorim të shtetit për interesa partijake po dominojnë debatin politik, ndërsa klima është ndezur deri në përplasje fizike mes kundërshtarëve. Në vend të garës së ideve dhe programeve, skena politike po zhytet gjithmonë më shumë në konflikt, polarizim dhe retorik të ashpër. Përplasja mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti tregon qartë se aleancat e dikurshme janë kthyer tashmë në betejë të hapura politike. Akuzat e Osmanit për takime të fshehta me Vučićin dhe Lajçak dhe tensioni që po rritet mes tyre janë një sinjal se fushata do të bëhet edhe më agresive në ditët në vijim. Dikur bashkëpunëtor të afërt, sot ata po përballen si rival që njohin mirë dobësitë dhe sekretet politike të njëri tjetrit. Por shqetësimi më i madh mbetet fakti se kjo gjuhë po reflektohet edhe në terren. Sulmet fizike, kërcënimet, linçimet në rrjetet sociale dhe akuzat për presion ndaj votuesve, qofshin në kampin shqiptar apo atë serb, po krijojnë një atmosferë të rëndë politike. Shoqëria civile paralajmëron se dhuna nuk duhet të bëhet kurrë pjesë normale e zgjedhjeve, sepse kur tensioni del jashtë kontrollit, pasojat i paguan e gjithë shoqëria. Dhe ndërsa partitë vazhdojnë betejën për pushtet, qytetarët kërkojnë më shumë qetësi, më shumë përgjegjësi dhe më pak përplasje. Kosova po hyn në një tjetër palë zgjedhje me nerva të tendosura dhe me një klimë politike të acaruar. Tani mbetet të shihet nëse 7 qershori do të prodhojë një zgjidhje më të qëndrueshme politike, apo vetëm një tjetër kapitull të krizës së pafund politike. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Fushata zgjedhore në Kosovë zyrtarisht nis më 28 maj, por partia tashmë ka nisur tubimet e takimet gjithandaj vendit. Akuza ndaj njëri tjetrës, ofendimet, por edhe dhuna janë sinjale se fushata pritet të jetë më agresive si ajo për zgjedhjet e dhjetorit vitit kaluar. Janë zgjedhjet e 4-ta që po organizohen brenda një periudhe 13-14 mujore. Duke përfshi këto dhe bllokadet institucionale, mosgatishmërinë e arritjes së një konsenzusi më të vogël politik. Kjo ka shkaktuar që në këtë fushat gjua të jetë paksa më e ashpër. Ish presidenti Vjosa Osmani ka drejtuar një sër akuzash ndaj kryeministit Albin Kurti për takimet e tij të fshehta me presidentin serb Aleksandar Vučić, ndërsa në Skënderaj, zëvendësministri i financave, kandidat për deputet nga vetevendosja, u sulmua nga përfaqësues Partisë Demokratike të Kosovës, duke akuzuar direkt kryetarin e kësaj komune Samir Lushtaku. Sipas analistëve, kjo ka bërë që programet politike, të cilat ende nuk janë prezantuar, të mos marrin rëndësinë e dur. Programet politike me të cilat tradicionalisht partitë politike garojnë, janë devalvu në këtë debat për kush ka të drejtë, kush nuk ka të drejtë. Një tjetër shqetësim ngrihet me rrjetet sociale ku partitë akuzojnë njëra tjetrën se po sulmojnë dhe po degradojnë gjuhën. Rrjetet sociale, të cilat e kanë do të thotë janë ato akuza kundër akuza, ato deklaratat e shkurtra, bombastike, të cilat mandej algoritmet e rrjeteve sociale i amplifikojnë dhe arrin atë efektin e vet tek votuesi. Së fundmi, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca u detyruar të kërkojë falje, pasi sipas tij ishte keq kuptuar kur kishte folur për parukierët në një takim në Ferizaj pasi u morën si një frencë për ish presidenten Vjosa Osmani. Mirë, për të diskutuar mbi klimën politike, por edhe mbi situatën e sigurisë në Kosovë në prag të nisjes zyrtare të fushatës për zgjedhjet e 7 qershorit, do të zhvillojmë sot një bisedë me zotin Valdet Hoxha, njohës i çështjeve politike dhe të sigurisë dhe ish zëvendës ministër i brendshëm. Zoti Hoxha, ju falenderoj që na bashkoheni sot, është kënaqësi të ndajmë këtë bisedë. Faleminderit juve. Kemi parë një parafushatje të tensionuar në Kosovë gjatë ditëve të fundit me akuza të ndërsjella mes përfaqësuesve të partive të ndryshme politike, sulme personale, madje edhe fizike, si ai që kishte protagonist zotin Lushtaku. Përse kaq polarizim në opinionin tuaj? Po, vërtet një krizë të zgjatur, pothuajse një krizë planifikuar, sepse e kalkuluar për interesat ditore, natyrshëm që gjeneron veprime edhe jo etike, madje fatkeqësisht edhe të dhunshme, ishte incidenti i Skënderajt. Mirë po, kjo është vetëm si ka gjeneruar nga një fjalor, nga një degradim i fjalorit ditor politik nga militantët, sidomos të shumicës qeverisë së lëvizjes vetëvendosje,
karshi figurave si që quajnë ata të vjetra. Pra vërtet janë të kaluar limitet dhe janë etiketime shumë të vrazhta, të paqëndrueshme dhe shumë të rënda të etiketohet një ish ushtar i Ushtrisë Ligjimtare të Kosovës, i cili në moshë të re me mjetet jo të duara jam syu dhe lirisht mund të themi që këta djemtëri e shkatruan edhe Jugosllavinë dhe tani quhen si bashkëpunëtorë të Serbisë, vërtet janë papranueshme dhe janë të rënda. Edhe pse nuk arsyetohet dhuna, ja që fatkeqësisht ajo gjenerojnë dhunë dhe reaguan qytetarët që shkaktuan atë incident, por vërtet janë të pahishme, të pakëndshme dhe po japin shihet keqe fushatës paraelektorale edhe ashtu të përsëritur në disa herë brenda një viti. Si e keni parë ju përplasjen mes zotit Glau Konjufca të vetëvendosjes dhe ish presidentes Osmani pas etiketimit që Konjufca i ka bërë asaj duke e quajtur frizerk? Kemi pasur reagime dhe nga bashkëshorti i zonjës Osmani që flet për fjalor denigrues, pra po shkohet përtej politikës. Natyrisht, zonja Osmani jo rastësisht është eliminuar nga gara, nga partia në pushtet, nga lëvizja vetëvendosje, sepse ishte ai dielli që filloi të ndriçonte fort në skenën ndërkombëtare dhe të krijonte ura bashkëpunimi, ura të cilat i kishin lënduar qeveria në kaluarën e afërt në udhëheqje natyrisht të kryeministrit Kurti. Prandaj zoti Kurti dhe të tjerët të cilët janë lojal shumë ndaj tij, duke përfshirë zotin Konjufca, duke i hyrë në qef kryeministrit, liderit të tyre, duke menduar që janë veprime që do ta gëzohin liderin e tyre, vërtet e papranueshme, atëherë përdorin terma pejorativ, përdorin terma diskreditues, edhe pse jo në mënyrë direkte zoti Konjufca buzëqeshi dhe latën nënkuptohet që po e quhen zonjën Osmani frizere, sepse një nga militantët e lëvizjes vetëvendose aty u kujdes që t'jepte rekomandime se pas datës 7 qershor do të hapim një sallon ndulimi ku do t'i pensionojmë frizeret. Pra aludohen zonjën Vjosa Osmani, por që pastaj u detyrua zoti Konjufca që të tërhiqet një farë mënyrë, por lëndimi mbeti. Pra vërtet janë goditje të ulta ndaj zonjës Vjosa Osmani dhe jo për çështje të rëndësishme, jo për gabimet saj, jo për mos lojalitet ndaj shtetit apo ndaj vetë zotit Kurti të kaluar nga Vjosa Osmani, por vetëm për arsyeën e vetme që ajo u bë një nga faktorët kryesor politikës jashtme të Kosovës, u takua me zotin Trump, u takua me lider botror, u antarsoi Kosovën në bordin e paqes, mori pjesë në themelimin e saj, prandaj këtë zoti Kurti nuk e fal, nuk e pranon, nuk lejon djell tjetër të rrezojnë afër tij. Ai është dhe dëshiron që pas tij disa pozita të jenë boshe, pastaj të fillon numërimi nga poshtë. Pra, këto janë ato arsyet politike që u eliminua nga gara zonja Osmani, përkohësisht po quaj, sepse tashmë ajo është rreshtuar përsëri për Krahalies Demokratike të Kosovës, partisë që ka qenë antare dikur dhe e cila ka nominuar edhe për kryeministre të vendit para disa vitesh, prandaj ka një fushat aktive, ka një sinergji pozitive ajo së bashku me zotin Lumir Abdixhiku, po takojnë gjithandej elektorat në këtë fushat paraelektorale, sidomos ka mbështetje të jashtëzakonshme të grave. Prandaj duke pas parasysh që gjysma votuesve dhe popullsisë Kosovë janë gra, natyrshëm që pritet që befasia këtyre zgjedhjeve të jetë sërish Vjosa Osmani dhe të ndalet, po besoj që pastaj do të rehatohet skena politike paksa dhe të kthehen në normalitetin e duhur të bashkëpunimit e jo të sulmit ndërpersonal, të sulmit të ulët ndaj njëri tjetrit. Do të ndalemi pak më vonë tek faktori Vjosa Osmani në këto zgjedhje, zoti Hoxha, por retorika e ashpër dhe incidente të tilla që kemi parë gjatë kësaj parafushate
Flasim për një situatë politike të përçarë ku protagonistët kryesor, siç e përmendët dhe ju, janë padyshim kreu i lëvizjes vetëvendosje zoti Albin Kurti dhe ish-presidentja Vjosa Osmani. Kjo e fundit e kemi dëgjuar dhe atë të përdor një retorikë ndoshta vërtet të zakonshme kur ka akuzuar ish-aleatin e saj për bisedime të dyshuara të fshehta me presidentin serb Aleksandar Vučić. A ka diçka të vërtet në këtë deklaratë dhe për më tepër çfarë ndikimi pritet të kenë pretendimet të tilla? Po shiko, ne vërtet nuk kemi njohuri nëse është e vërtet, por po flasim, po dëgjojmë ish-presidentën, një nga figurat që ka qenë më informuar në shtet, pra e para vendit dhe një pozitë që merr raporte informuese nga shërbimi inteligjent çdo mbrëmje. Prandaj ne vërtet nuk mund ta di me saktësi, mirë po deklarimet e saj duhet marrë në konsiderat dhe ajo tha qartë që duhet të nxjerrin transkriptet siç do t'i nxjerron transkriptet e takimeve të mia në takimet e nivelit lartë, duke mbrojtur çështjen kombëtare, çështjen e sovranitetit shtetëror dhe përgjithsisht politikën e Republikës Kosovës. Dhe të njëjtën e kërkoj edhe nga zoti Kurti që sipas zonjës Osmani ka pasur disa takime, disa orëshe me zotin Vučić dhe me zotin Lajçak dhe u pretendua dhe u përmend natyrisht edhe zoti Epstein, i cili si mik i zotit Lajçak. Pra vërtet ishin deklarime interesante dhe ndoshta është në fatkeqësi në kuptim nëse s'është zgjedhur Vjosa dhe mund ta quaj si një lloj fatkeqësie, atëherë fati është që ne mund të marrim vesh për veprimet që janë ndërmarrë nga krerët e shtetit, të cilat ndoshta janë pa transparencën e duhur, dhe vetëm kjo është mënyra që do ta nxjerrin në pa, ndoshta gjatë fushatës zyrtare që do të fillojë me 27 maj të këtij muaji, prandaj mbetet shihet nëse qëndrojnë këto, nëse do të intensifikohen akuzat e ndërsjellta, por duket që megjithatë ka një ngurrim nga të dyja palët, sepse nuk ju konvenon asnjërs palë, jo në kuptim negativ, por natyrshëm që jemi vigjilent, duhet jenë vigjilent në kuptim të mos nxjerrjes së informatave të ndjeshme, të cilat mund ta dëmtojnë reputacionin e shtetit ka shi opinionit. Atëherë përse zonja Osmani e bëri këtë deklaratë pikërisht tani kundrejt ish-aleatit të saj, a i shërben, a fiton pik Osmani me këtë deklaratë që ka bërë, duke konsideruar që edhe qasja ndaj Serbisë apo çështja e sigurisë në veri ka që një nga pikat e forta të zotit Kurti? Shiko, unë po besoj që përkundër interesit të opinionit publik për të njohur me çdo zhvillim ndjeshëm dhe të rëndësishëm për shtetin e Kosovës, unë po besoj që nuk do t'i bëj favor dhe nuk do të fitoj pik zoni Osmani në qoftë se do na njofton edhe me pretendime tjera të natyrës së tillë, sepse një vrojtues nga jashtë, qoftë nga shoqëria civile apo nga politika apo nga opozita, mund pyes se po të merrte mandatin e dytë zonja Osmani, a do të njoftoheshim për këto takime, për këto veprime, për këto mos transparencat e duhura. Prandaj nuk besoj që do t'i hyjnë punë në këtë fazë, në këto palë zgjedhje zonjës Osmani, për të shpalosur detaje, madje edhe ndoshta edhe nuk janë të lejueshme për nga natyra disa takime, qoftë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo takime me partnerë tjerë ndërkombëtar të mekanizmave të sigurisë të Kosovës me partnerë ndërkombëtar, që ka qenë njoftuar zonja Osmani. Prandaj po besoj do të mbetet në kornizën e pranueshmërisë të një fushate politike për të lënë dritaret hapura të nënkuptuarit nga opinioni publik që jo gjithçka është ashtu si shitet nga zoti Kurti, sepse nuk është sekret që zoti Kurti ka shkelur pothuajse çdo premtim të fushatës kur ka qenë në opozitë, të fushatave elektorale, duke filluar nga bashkimi me Shqipërinë, duke vazhdu me kushtin për dialogun me Serbinë, pa kërkim falje, pa gjetjen e eshtrave,
po ashtu duke premtuar edhe ngritjen e padisë për gjenocid, dhe të gjitha këto nuk janë temë, por vërtet flitet për kemi numrat si kemi numrat. Zonja Osmani ka ambicie politike dhe neve na duhet një president apo presidente që kujdeset për zjarr fiks e jo për politikë të jashtme. Pra vërtet, zoti Kurti ka ulur nivelin e debatit dhe shihet qartë që është konkurenca politike ajo që e pengon dhe siç e thash në fillim nuk pranon zoti Kurti figura të rëndësishme që t'i ketë afër vetës, siç nuk i pranoi edhe figurat kryesore të vetvendosis në kohën sa ishin në opozit, zotin Dardan Molliçaj, Visar Ymeri e të tjerë, cilët Shfend Ahmeti me cilin e fitoi kryeqytetin, dhe posa u konsoliduan si figura qendrore dhe morën rol aktiv dhe filloi pëlqyeshmëria e publikut ndaj tyre, ata u larguan me automatizëm nga zoti Kurti, nga partia. Prandaj kjo është metodologjia e zotit Kurti, është ai dhe të tjerët, prandaj zoti Abdigjiku njoftoi që në takimet që ka pasur me zotin Kurti, zoti Kurti ka kërkuar atij një kandidat eventualisht që merret me çështje ditore brenda Kosovës, duke përmendur decidivisht fjalën me zjarr fiksat. Pra i pengon që të jetë një figurë kredibile presidenti apo presidentja, një figurë që takohet me personalitetet larta ndërkombëtare, që ka peshë të lartë politike, natyrisht edhe që ka ambicie politike, që kjo vërtet është e habitshme sepse një president pa ambicie politike nuk do t'i bën të nder as vetes, se as nuk do na duhej neve si Kosovë, çka do të na përfaqësonte një president nëse kujdeset vetëm për funksionimin e organizatave jo qeveritare. E qartë. Pjesëmarrja e zonjës Osmani në zgjedhje, ashtu siç e thatë dhe ju, si kryesuese e listës së LDK-s përballë zotit Albin Kurti dhe vetvendosjes, është zhvillimi më përcaktues i këtyre zgjedhjeve të përsëritura të parakohshme. Sa pritet të ndikojë faktori vjos në një rikonfigurim të mundshëm të panoramës politike? A prisnin ndryshime në rezultatet e pas 7 qershorit? Pa shiko, njerë duhet të kthehemi në historinë e afërt kur zonja Osmani i ndihmoi zotit Kurti në kohën kur ai ishte me rreth 32-33% në Kosovë dhe me bashkimin e tyre dhe me kandidimin e kësaj dysheje për presidente dhe kryeministër zoti Kurti, mrri në 50%. Pra është figurë verifikuar zonja Osmani me një pëlqyeshmëri të lartë të publikut, e artikuluar në mënyrë të shkëlqyeshme dhe njose e shkëlqyeshme marrëdhënieve ndërkombëtare dhe integrimeve evropiane. Po ashtu një juriste shumë e zoja. Prandaj pesha saj është provuar se tashmë a ka të njëjtën peshë apo do të arritë edhe më tej, natyrisht do ta shohim në 7 qershor. Premisat janë që do të ketë rritje të konsiderueshme lidhja demokratike me Vjosa Osmani në krye të listës dhe po besoj që një gjë që unë besoj është e garantuar, që zoti Kurti, pra lëvizja vetvendosje nuk do të kenë mundësinë që të formojnë vetë me qeverinë, pra do të imponohet edhe në qoftë se ato do dalin të parat, do të imponohet një koalicion parazgjedhor për të qeverisur më tutje. Pra ndikimi i saj do të jetë absolutisht i goditur, pra figurë e cila në tregun elektoral ka peshë dhe pëlqyeshmëria saj ka qenë e mirë dhe po rritet dita ditës, veçanërisht nga gratë e Kosovës që gjithandej janë fushat para elektorale për zonin Osmani, e posaçërisht pas etiketimit jo etik dhe tolt nga akter televizës vetvendosje, figurat vetvendosjes si frizere dhe me fjalor degradues, ka një revoltë të grave të cilat po besoj që më së miri do të flasin më 7 qershor duke votu zonin Osmani dhe për ta këndellur skenën politike, se nuk bën të sulmohet asnjë figurë me peshë politike, asnjë qytetar, e para së gjithash asnjë grua, sepse
deri në kaluarën e afërt as Kosova, as rajoni, ndoshta gratë nuk kanë qenë përfaqësuara sa duhet, ndërsa sot Kosova ka një kohë mjaft mirë në përfaqësim dhe me fati deshit që të kemi edhe presidente grua dhe presidente të suksesshme, jo vetëm figurë prezentative, por një figurë me peshë politike dhe që dita ditës është duke u konsoliduar si një figurë, po mund të them lirisht, për momentin e pazëvendësueshme për ta përfaqësuar Kosovën jashtë, sepse duke pas specifikat e rajonit, ne nuk na duhet një president që mësohet gjatë ushtrimit mandatit të tij apo saj, por një presidente si Vjosa Osmani, e cila i ka lënë takimet në gjysmë me liderët botror, t'ja hapim rrugën, t'ja nxjerrim biletën dhe të na përfaqësoj densisht në arenën ndërkombëtare. Me që jemi tek çështja e presidentit zoti Hoxha, gjatë këtyre ditëve të para fushatës, sepse nuk e kemi hyrë ende në fushatë zyrtarisht, a keni parë sinjale nga partitë politike se do të jenë të gatshme të bëjnë një kompromis për çështjen e presidentit pas këtyre zgjedhjeve, apo ende mbeten në qëndrime të njëjta? Fatkeqësisht janë qëndrime të betonuara, pra nuk ka ndryshim qëndrimesh, madje zoti Kurti paralajmëron që pas këtyre zgjedhjeve do të kemi sërish zgjedhje. Pra është një lloj gjuhe që paralajmëron, një indikator që paralajmëron ndoshta vazhdimin e krizës, prandaj shpresat janë tek elektorati me 7 qershor që mund na befasoj me rezultatin e zgjedhjeve dhe nëse zoti Kurti bie në 40%, atëherë ka një mundësi që mund të ketë një qeveri të opozitës së tashme dhe pastaj të zgjidhet kriza. Përndryshe, nëse janë të përafërt numrat sikur që ishin në zgjedhjet e 28 dhjetorit, natyrisht që me një mosgatishmëri të Kurtit për ta votuar zonjën Osmani presidente, sepse Lidhja Demokratike tashmë ka kandidate zyrtare zonjën Osmani, atëherë fatkeqësisht duhet të shkojmë sërish në zgjedhje. Po Partinë Demokratike në çfarë të Kosovës, në çfarë pozitash e shihni? E pam të refuzoj propozimin e zotit Limaj për t'u bashkuar kësaj partie, por përtej kësaj, si vjen PDK në këtë garë të re elektorale? A ka diçka ndryshe që mund të sjellë ndonjë ndryshim në votimin e 7 qershorit? Partia Demokratike, siç e dini, është hendikepuar për shkak të mungesës së liderëve të saj historik, zotit Thaçi, zotit Veseli. Prandaj pothuajse nuk është në pozitat çfarë ka qenë për vitin 2007-2014, kur ka qenë kulm të fuqisë saj, që nga ardhja e vetëvendosjes për shtet, Partia Demokratike i ka ndruar 2 lider dhe lideri i fundit zoti Hamza nuk tregoi rezultat të kënaqshëm në zgjedhjet e fundit dhe duket sikur ka një pajtueshmëri që në këtë fazë nuk mund t'i konkurrojë lëvizjes vetëvendosje dhe mos gatishmëria e Partisë Demokratike për të pranuar zotin Limaj në listë pas një kusht ishte vërtet një gabim kardinal i Partisë Demokratike dhe lirisht krijoi perceptimin që PDK nuk është interesuar që të rritet, ta ruaj këtë status quo me shpresën që gjatë muajit korrekt këtij viti eventualisht mund të lirohen, që unë shpresoj shumë që do të lirohen krerët e UÇK-s nga gjyqi special i Hagës. Prandaj është në këtë status quo, po mendoj PDK-ja, dhe nëse ecën kështu para fushata dhe rritet Lidhja Demokratike në krye me Vjosa Osmanin, unë po besoj që gjasat reale janë që PDK të dalë treta në këto zgjedhje. E qartë. Kur kemi përplasje të forta mes shqiptarëve, zoti Hoxha, nuk kanë si të mungojnë ato me serbët. Kemi disa të arrestuar në Verinë në akuzën e presionit dhe shantazhit ndaj votuesve. A kemi përpjekje aktive të Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhje? Në asnjë moment Serbia, politika zyrtare serbe e presidentit Vučić nuk ka ndaluar që t'i shantazhoj, që të ndikoj në serbët që jetojnë në Republikën e Kosovës,
me të vetmin qëllim për të kriju narrativën e rrejshme të një pasigurie totale ndaj komuniteteve serb. Pra është dorë e zgjatur e Serbisë dhe natyrisht që kjo nuk bën përjashtim dhe prandaj ka dhe të arrestuar sepse disa lojal ndaj tij, disa nga Afrika për humbjen e vendit punës, siç ishte një rast i ditëve të fundit kur një grua serbe me 40 vite përvojë pune u largua nga puna vetëm se bashkëshorti i saj përkrah zotin Rashić, pra një personalitet serb, një figurë serbe, politikan serb që është lojal ndaj Republikës Kosovës. Pra ata nuk falin, serbët e kanë angazhim ditor politikën për të kontribuar në destabilizimin e Kosovës, për ta mbajtur ashtu si tregim të pasuksesshëm, por po besoj që sa më shumë po konsolidohet Republika e Kosovës, aq më shumë po dalin pa këto narrativat serbe të paqena inekzistente dhe po i tregojmë botës që ndikimi i Vučićit tek serbët është i madh dhe padrejtësisht nuk lejon që ata të jenë lojal ndaj Kosovës, ndaj vendit tyre ku jetojnë, ku marrin shërbime, ku lindin dhe ku rriten fëmijët e tyre. Prandaj vërtet kjo është e papranueshme, por që tashmë është e vërejtshme, sidomos mas rastit Banjska ku shihet qartë që Radojčić me formacionet e tij paramilitare kishte mbështetje zyrtare nga institucionet e Republikës Serbisë. Madje kjo është argumentuar edhe në akt akuzë zyrtare të shtetit që kishin qëllim aneksimin e Kosovës. Pra, ata kanë politikë aktive destabilizuese në çdo moment ndaj Kosovës. Me që jemi tek çështja e sigurisë, do doja të ndaleshim pikërisht tek vendimi që autoritetet kanë njoftuar pak ditë më herët se janë duke themeluar pra Xhandarmërinë e Kosovës që do të ketë në kompetencat e saj dhe ruajtjen e kufirit me Serbinë. Çfarë do të nënkuptonte kjo për sigurinë në veri, zoti Hoxha, do të prodhonte më shumë stabilitet apo ndoshta do t'i hapte rrugën për plasjeve edhe më të mëdha? Po shiko, Xhandarmëria natyrisht është një koncept, një mekanizëm i sigurisë ndërmjetëm mes policisë dhe ushtrisë dhe në parim nuk mund të themi që ndoshta nuk i duhet Kosovës, por duhet ta shohim si pakotërsishme. Pra Kosova i ka policinë e Kosovës me disa njësite speciale, njësiti special intervenues, njësiti special operativ, cilët e kanë zbrapsur Radojčić dhe bandën e tij në mënyrë spektakolare. Pra kanë dhënë prova që vërtet janë efikas dhe i kryejnë detyrat dhe kanë kompetenca për mbrojtjen e sigurisë publike, për luftimin e krimit organizuar, luftimin e veprave me elemente terroriste kështu me radhë. Prandaj natyrisht që edhe mund të krijohet një mekanizëm çfarë është Xhandarmëria, por pas një analize të saktë, pas një analize të detajuar për ekzistimin e mekanizmave aktual, përmirësimin e kushteve të tyre, krijimin e rrezikshmërisë për ta dhe pastaj nëse nuk është kjo e mjaftueshme që ata me operimin e tyre të përmbushin nevojat e sigurisë në Republikën e Kosovës, natyshëm që mund të rekomandohet nga grupi punos krimi edhe i Xhandarmërisë çfarë kanë bërë zoti Kurti dhe ministri i Brendshëm Sveçla, por unë kam frikën që momenti kur kanë prezantuar një projekt të tillë, pikërisht në fushat elektorale, i azbe atë rëndësinë që do duhet kishte. Duket sikur zoti Kurti dhe vetëvendosja po përdor sërish kartën e sigurisë në veri këto zgjedhje apo jo? Absolutisht, sepse është një kartë që ju ka ndezur në zgjedhjet e kaluara dhe po e përdorin përsëri që në kuptim të dhe jo rastisht përmendet kufiri, luftimi i kufirit, mirë po nëse keni pa, besoj që keni pa jo si shtëpi mediatike, gjeshtin takim zëvendës ndihmës sekretari i NATO-s për koordinim dhe bashkëpunim në Kosovë dhe kishte një pyetje interesante. Kështu prezantuan komunikatën zyrtare të zyrës së kryeministrit. Çka me Xhandarmërinë?
dhe zoti Kurti në deklaratë kujdes që thotë që çdo gjë do të bëhet në koordinim me KFOR-in dhe me faktorin ndërkombëtar. Pra, ju e dini që Forca Sigurisë Kosovës nuk lejohet shkojë në veri pa lejen e NATO-s, pa lejen e KFOR-it. Dhe kjo nuk është bërë me ligj, por ka një marrëveshje në mes të Kosovës dhe NATO-s. Dhe çka ndalon NATO-n dhe KFOR-in që të krijojë një marrëveshje të tillë edhe me xhandarmerinë që mund të krijohet nesër. Pra nuk është e garantuar që xhandarmeria nuk do të ketë pengesa në operimin e saj në gjithë vijën e gjelbër me Serbinë rreth 400 kilometra, por në po them momenti kur është shtyrë ky projekt ka krijuar një perceptim të arsyeshëm tek publiku që këto janë manovra politike të momentit dhe se unë nuk jam optimist që në të ardhmen e afërt do të krijohet një mekanizëm i tillë, sepse njësitë speciale ende disa i kemi me kontenjer dhe me disa polici kemi me gjysmë këpuce apo me këpucat shqyra dhe do duhej që i kemi policë më të vjetër në rajon, mosha atyre shtyrë dhe nuk është bërë asgjë për ligjin për pensionimin e parakohshëm të tyre, pavarësisht që edhe kjo temë është hapur tani në fushat elektorale, përderisa 4 vitet e fundit nuk është përmendur fare, nuk kanë sigurim shëndetësor, pra vërtet ka shumë tema që do duhet analizohen pa dalë tek xhandarmeria. Natyrisht që në qoftë se ka nevojë do të krijohet ajo, sepse kanë vendet e Evropës dhe operojnë, madje ka po ju po thoni që janë çështje më të rëndësishme që duhen adresuar fillimisht përpara se të kalohet pra tek një hap i tillë që sigurisht do të ishte i rëndësishëm. Zoti Hoxha, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ndat opinionin tuaj lidhur me situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë, si gjithmonë kënaqësi që ju kishim. Faleminderit për mundësinë, kënaqësia ime. Shikues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio. Rikthehemi sërish bashkë në këtë pjesë të dytë të rrethëqarkut. Rusia po kryen stërvitje bërthamore në territorin e saj dhe atë të Bielorusisë për të testuar kapacitetet luftuese të triadës. Kremlini nuk fshihet dhe kërcënon hapur Europën dhe NATO-n, teksa konfirmon se këto manovra janë një sinjal për ta. Rusia dërgon dhe teston armët bërthamore në kufirin me NATO-n. Në një shfaqje të qartë force, ushtria e Vladimir Putinit vendosi municione atomike në Bielorusin fqinje si pjesë e një stërvitjeje të përbashkët. Ministria Ruse e Mbrojtjes nënvizon se kjo po bëhet si pjesë e një shfaqjeje strategjike të gatishmërisë luftarake, ndërsa testohet triada bërthamore, tokë, det dhe ajër. Kërcënimi bëhet edhe më i fortë ndaj Europës dhe NATO-s me këtë pohim që vjen nga Kremlini, kur pyetet nëse stërvitjet atomike janë një sinjal për ata që Moska i sheh si armiq. Çdo stërvitje është pjesë e zhvillimit ushtarak dhe çdo stërvitje ushtarake është një sinjal.
Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, në stërvitje marrin pjesë mbi 64.000 personel, 7.800 njësi pajisjesh ushtarake, duke përfshirë mbi 200 lëshuese raketash, më shumë se 140 avion, 73 anije sipërfaqësore dhe 13 nëndetëse, 8 prej të cilave janë nëndetëse strategjike me raketa. Zëdhënësi i Kremlinit tregon edhe një prapasken të vizitës së presidentit Vladimir Putin në Kinë, duke konfirmuar se Xi Jinping është i gatshëm që të angazhohet në gjetjen e një zgjidhjeje të negociuar për konfliktin në Ukrainë. Peskov vuri në dukje se çështja u diskutua mes liderëve. Nuk dihet ende nëse pjesë e bisedës mes Putin dhe Xi Jinping të ketë qenë dhe deklarata e presidentit kinez e raportuar në mediat ndërkombëtare që supozohet t'i ketë thënë presidentit amerikan se lideri rus do të pendohet për luftën në Ukrainë. Forcat speciale ukrainase kanë goditur selinë e FSB-s, Agjencisë Ruse të Inteligjencës dhe Sigurisë së Brendshme, në pjesën e rajonit Ukrainas të Kherson që aktualisht ndodhet nën kontrollin e Moskës. Gjithashtu është shkatëruar edhe një sistem i mbrojtjes ajrore ruse. Lajmin e bëri të ditur presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski përmes një postimi në X, ku publikoi edhe një video të operacionit. Ushtarët tanë arritën rezultate të shkëlqyera. Një seli e FSB-s ruse është goditur dhe një sistem raketor tok-ajër Pansir S1 është shkatëruar në territorin tonë të pushtuar përkohësisht. Fal këtij operacioni të vetëm, humbjet ruse arrin në rreth 100 pushtues të vrarë dhe të plagosur. Rusët duhet ta ndjejnë nevojën për t'i dhënë fund kësaj lufte, deklaroi Zelenski në postimin e tij. Ushtria ruse bombardoi rajonin e Khersonit duke vrarë një civil dhe duke plagosur 9 të tjerë. Si pasojë e agresionit rus, një person humbi jetën dhe 9 të tjerë mbetën të plagosur, njoftoi guvernatori i rajonit Oleksandr Prokudin, sipas agjencisë Interfax. Mundësia e paqes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara duket shumë e largët, kjo pasi çështja më sensitive. Uraniumi i pasuruar mund të bëhet shkak për rifillim të luftës. Sipas një urdhri të ri të liderit suprem të Iranit, uraniumi i pasuruar do të mbetet atje pasi do truhet nga sulmet e tjera. Ndërkohë bëhet e ditur se ushtria e Iranit po rigjeneron forcat dhe mjetet ushtarake për luftën e ardhshme. Udhëheqësi suprem i Iranit ka lëshuar një direktivë që uraniumi i këtij vendi të mos dërgohet jashtë vendit. Kështu kanë përmendje dy burime të larta iraniane për agjencinë e lajmeve Reuters. Urdhri i Ayatollah Moshtaba Khamenei mund të zhgënjejë më tej presidentin Shahbaz dhe të komplikojë bisedimet për të dhënë fund luftës Shahbaz-Izrael kundër Iranit. Zyrtarët izraelit kanë thënë për Reuters se Trump e ka siguruar Izraelin se rezervat e Iranit të uraniumit shumë të pasuruar, të nevojshëm për të prodhuar një bombë atomike, do të largohen nga Irani dhe çdo marrëveshje paqe duhet përfshijë një klauzulë për këtë. Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera perëndimore e kanë akuzuar prej kohësh Iranin se kërkon armë bërthamore, duke përfshirë lëvizjen e tij për pasurimin e uraniumit në 60%, shumë më i lartë se sa nevojitet për përdorimet civile. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk do ta konsiderojë luftën të përfunduar derisa uraniumi i pasuruar të hiqet nga Irani. Së kaq, direktiva të udhëheqësit suprem dhe konsensusi brenda institucionit është që stoku i uraniumit të pasuruar të mos largohet nga vendi, tha një nga dy burimet iraniane, i cili folën në kushte anonimiteti për Reuters. Zyrtarët më të lartë të Iranit besojnë se dërgimi i materialit jashtë vendit do ta bënte vendin më të prekshëm në sulmet të ardhshme nga Shahbaz Izraeli. Së kaq, bëhet e ditur se Irani ka nisur tashmë një pjesë të prodhimit të dronëve gjatë pushimit 6 javor, që filloi në fillim të prillit, një shenjë se po rindërton me shpejtësi disa aftësi ushtarake të degraduara nga sulmet amerikano-izraelite. 4 burime thanë për CNN se inteligjenca amerikane tregon se ushtria e Iranit po rindërtohet shumë shpejt se sa ishte vlerësuar fillimisht. Rindërtimi i kapaciteteve ushtarake, duke përfshirë zvendësimin e vendeve të raketave, lançuese dhe kapacitetit të prodhimit për sistemet kryesore të armëve të shkatruara gjatë konfliktit aktual, do të thotë që Irani mbetet një kërcënim i rëndësishëm pa aleatë rajonal nëse presidenti Trump rifillon fushatën e bombardimeve. Pas muajsh lufte, kriza të një pasnjëshme dhe presioni në rritje, pushteti Benjamin Netanyahut duket më i lëkundur se kur. Parlamenti izraelit ka nisur procedurat për shpërndarjen e tij, duke hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme që mund të shënojnë fundin e epokës së Netanyahut, nga përçarjet brenda koalicionit për përjashtimin e ultra-ortodoksëve nga ushtria, tek pasojat e sulmit të 7 tetorit dhe luftrat me Hamasin, Hezbollahun dhe Iranin. Izraeli po hyn në një betejë të re, këtë herë politike. Por a mund të mbjetoj politikisht lideri më jetëgjatë i Izraelit, apo vendi po përgatitet për një ndryshim historik pushteti? Ndjekim materialin. Parlamenti i Izraelit miratoi të mërkurën një projekt ligj për shpërndarjen e tij, duke hapur mundësinë që zgjedhjet e ardhshme kombëtare të mbahen disa javë më herët. Sipas sondazheve, kryeministri Benjamin Netanyahu rrezikon t'i humbas ato.
Data e zgjedhjeve ende nuk është caktuar. Izraeli zhvillon zgjedhje parlamentare çdo 4 vite, por zgjedhjet e parakohshme kanë qenë të shpeshta. Të fundit u mbajtën në nëntor 2022, ndërsa afati maksimal për votimin e ardhshëm është 27 tetori. Komentatorët politik në Izrael thonë se votimi mund të mbahet në gjysmën e parë të shtatorit, por nuk përjashtohet asnjë votim pranë afatit të tetorit. Ekspertja e politikës izraelite në Universitetin Hebraik, Gail Talshir, thotë: Ky votim është një votim për shpërbërjen e këtij koalicioni dhe të këtij Kneset, dhe për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakohshme. Në fakt nuk bëhet fjalë për zgjedhje shumë të parakohshme. Data e përcaktuar është 27 tetori, por ultraortodoksët dhe partitë opozitare i duan sa më shpejt që të jetë mundur. Me shumë gjasa do të mbahen më 1 shtator. Kjo është kundër vullnetit të Netanyahut, sepse ai dëshironte që të përfundonte mandatin e plot dhe të shkonte në zgjedhje vetëm në fund të tetorit. Votimi erdhi pasi një fraksion ultraortodoks hebre, tradicionalisht aleat i afërt i Netanyahut, deklaroi këtë muaj se nuk e konsideronte më kryeministrin partner dhe do të kërkojë zgjedhje të parakohshme. Liderët ultraortodoks thanë se vendimi lidhej me faktin që koalicioni i Netanyahut nuk mbajti premtimin për të miratuar një ligj që do të përjashtonte komunitetin e tyre nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Në të njëjtën kohë, opozita prej kohësh ka kërkuar rrëzimin e qeverisë së Netanyahut. Një përpjekje ngjashme në qershorin e kaluar dështoi, por një sukses tani, edhe nëse zgjedhjet afrohen vetëm disa javë, mund t'i jap hov fushatës opozitare dhe të kufizojë aftësinë e koalicionit për të miratuar ligje të debatueshme deri atëherë. Për të kontrolluar procesin, vetë koalicioni i qeverisës paraqiti më 13 maj projektligjin për shpërndarjen e Kneset. Ajo që po shohim është një përçarje e brendshme brenda koalicionit lidhur me ligjin për rekrutimin e hebrejve Haredi, ultraortodoksët, pra të cilët përjashtohen nga shërbimi ushtarak në ushtrinë izraelite. 79% e votuesve të Likudit kundërshtojnë këtë përjashtim. Netanyahu po shkon kundër bazës së tij elektorale kur përpiqet t'u asigurojë ultraortodoksëve këtë përjashtim. Dhe duket se kjo nuk do të funksionojë, sepse Netanyahu nuk ka shumicën e nevojshme për ta miratuar këtë ligj. Përpasoj Izraeli gjendet përballë zgjedhjeve të parakohshme, ndoshta në fillim të shtatorit. Projektligji tani kalon në komision parlamentar ku do të vendoset data e zgjedhjeve. Më pas rikthehet për miratim përfundimtar ku në votimin e tretë kërkohet shumica prej 61 deputetësh nga 120 gjithsej. Procesi mund të përfundojë shpejt ose të zgjas për javë të tëra. Më pak se një vit pas rikthimit të tij politik në vitin 2022, në krye të qeverisë më të djathtë në historinë e Izraelit, imazhi i Netanyahut si garanti i sigurisë u godit rënd nga sulmi surprizë i Hamasit më 7 tetor 2023, që prej atëherë sondazhet tregojnë vazhdimisht se koalicioni i tij qeverisës nuk arrin shumicën parlamentare, megjithatë ekziston edhe mundësia që opozita të mos arrijë të formojë një koalicion, duke e lënë Netanyahu në krye të një qeverie të përkohshme deri në zgjidhjen e ngërçit politik. Një situatë e ngjashme ka ndodhur edhe më parë. Para zgjedhjeve të vitit 2022, Izraeli zhvilloi 5 zgjedhje në më pak se 4 vite, pa prodhuar një shumicë të qartë. Sondazhet tregojnë mbështetje të vazhdueshme për partitë opozitare dhe koalicioni aktual ka rreth 50 ose 52 vende nga 120 gjithsej. Por duke qenë se opozita përfshin edhe partitë arabe me të cilat disa lider opozitar thonë se nuk do të bashkëpunojnë në koalicionin e ardhshëm, gara në fakt është më e ngushtë se sa sugjerojnë sondazhet. Megjithatë që prej 7 tetorit Netanyahu nuk ka shumicë. Sfida kryesore për Netanyahun vjen nga Naftali Bennett, ish aleati i tij që rrëzoi nga pushteti në vitin 2021 dhe u bë vetë kryeministër. Bennett, i djathtë, është bashkuar me liderin e opozitës së qendrës së majt, Yair Lapid, për të krijuar partinë e re bashk, e cila në sondazhe garon ngushtë me partinë Likud të Netanyahut. Një tjetër emër që po fiton terren është ish shefi i ushtrisë dhe ministri centrist Gadi Eisenkot. Të gjithë po fokusohen tek votuesit e zhgënjur nga Netanyahu, me mesazhe për pajtim kombëtar dhe rikthimin e vendit në stabilitet, pas traumës së 7 tetorit dhe luftrave në Gaza, Liban dhe Iran, që kanë dëmtuar ekonominë dhe imazhin ndërkombëtar të Izraelit.
ministers in the opposition. One is Naftali Bennett. He was already a prime minister for a short while. Janë 3 kandidat kryesor për postin e kryeministrit nga opozita. I pari është Naftali Bennett. Ai ka qenë më parë kryeministër për një periudhë të shkurtër. Fushata e tij tashmë është prezente në media me sloganin Bennett kryeministër. Kandidati i dytë është Gadi Eisenkot. Ai është shefi i shtabit të ushtrisë izraelite dhe pjesë e partisë Benny Gantz, që ju bashkua koalicionit të Netanyahut pas masakrës 7 tetorit. Ai humbi djalin e tij më të vogël në luftë dhe gëzon shumë besim në sytë e izraelitëve. Mund të ketë më pak karizëm, por shumë më tepër besueshmëri. Kandidati i tretë është Avigdor Lieberman. Duket se Lieberman po planifikon të bëjë atë që bëri Bennett herën e kaluar, të thotë partive opozitare se nëse duan të fitojnë koalicionin, duhet ta vendosin atë kryeministër. Këta janë 3 kandidatët. Aktualisht duket se Bennett ka shanse më të mira se 2 të tjerët, por duke qenë se partia e Gadi Eisenkot po fiton gjithnjë më shumë mbështetje në sondazhe, kjo mund të ndryshojë. Netanyahu vazhdon të përballet me një proces të gjatë gjyqësor për korrupsion. Presidenti izraelit Isaac Herzog po ndërmjetëson bisedime për një marrëveshje pranimi faji, e cila mund ta çonte Netanyahun drejt tërheqjes nga politika. Një marrëveshje e tillë është diskutuar prej vitesh, por mbetet e paqartë nëse ai do ta pranonte. Ekspertët rendisin arsyet pse Netanyahu dëshiron të qëndrojë në pushtet. Netanyahu dëshiron të qëndrojë në pushtet. Ai ka 3 arsye të forta për këtë. Së pari bëhet fjalë për trashëgiminë e tij politike. Ai nuk dëshiron që emri i tij të lidhet vetëm me masakrën e 7 tetorit. Ai dëshiron që fitoria kundër Iranit dhe ndoshta rrëzimi i regjimit të ajtollave të konsiderohet arritja e tij kryesore. Prandaj dëshiron të qëndrojë. Arsyeja e dytë pse Netanyahu mund të dëshirojë të qëndrojë në pushtet lidhet me normalizimin e marrëdhënieve me Arabin Saudite. Është shumë e qartë se me këtë koalicion aktual ai nuk mund të arrijë këtë, sepse normalizimi me Sauditët do cilte edhe perspektivën e një shteti palestinez, gjë me cilën partnerët e tij aktual të koalicionit nuk do të pajtoheshin. Arsyeja e tretë është më shumë personale. Para së gjithash, Netanyahu vazhdon të jetë në gjyq. Për sa kohë është në gjyq, ai dëshiron të mbetet kryeministër. Është shumë më e lehtë të kontrollosh zhvillimet e përditshme të procesit gjyqësor kur je kryeministër. Edhe qendja shëndetësore e Netanyahut mund të bëhet çështje në fushat. Ai ka bërë të ditur së fundmi se u nënshtrua me sukses trajtimit për kancer në prostat, ndërsa në vitin 2023 ju vendos një stimulues kardiak. Ndërkohë Izraeli vazhdon të jeti përfshirë në luftë me Hamasin në Gaza, me Hezbollahun në Liban dhe me Iranin, fronte që mbeten shumë të tensionuara dhe që mund të ndikojnë drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. Për zhdimet të tjera rreth globit dhe rajonit, ju ftoj të ndiqni këtë flesh informativ nga kolegu Xhevahir Qardaku. Presidenti kinez Xi Jinping mund të vizitojë Korenë e Veriut javën e ardhshme dhe pritet që të luajë rolin e ndërmjetësit mes Kim Jong-un dhe Donald Trump. Lajmi është raportuar nga agjencia koreano-jugore Yonhap, e cila citon burime qeveritare në Seul. Sipas raportimeve, Xi synon që të ndihmojë në rifillimin e dialogut mes Shubas dhe Penjanit për programin bërthamor të Koresë së Veriut. Donald Trump ka deklaruar më herët se është i gatshëm që të takohet sërish me Kim Jong-un, me cilin zhvilloi 3 takime gjatë mandatit të tij të parë. Kina mbetet aleati kryesor politik dhe ekonomik i Koresë së Veriut dhe po shton përpjekjet për forcimin e marrëdhënieve me Pekinin. Nëse finalizohet, vizita e liderit kinez do të zhvillohet pasi Xi Jinping priti në Pekin presidentin amerikan dhe atë rus. Ushtria amerikane ka njoftuar se grupi sulmues Nimitz është dislokuar në Karaibe, duke përfshirë një aeroplan mbajtëse, krah ajror dhe të paktën një destroyer raketor. Ky zhvillim vjen në një moment tensionesh të rritura mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtën ditë, administrata Trump ka ngritur akuza ndaj ish-presidentit kuban Raul Castro për vrasje lidhur me rrëzimin e 2 avionëve që ishin nisur nga Florida. Presidenti i Kubës, Miguel Díaz-Canel, ka deklaruar më herët se vendi i tij ka të drejtë që të mbrohet nga një sulm i mundshëm ushtarak. Ndërkohë Donald Trump ka thënë se nuk do të ketë përshkallëzim të situatës ndaj Kubës. Megjithatë, herë të tjera ka vlerësuar se do ta merrte kontrollin e Havanës pa u munduar shumë.
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka propozuar që Ukraina të marrë statusin e antarit të asociuar në Bashkimin Evropian si hap para antarësimit të plot. Sipas tij, procesi plot i antarësimit nuk mund të përfundojë shpejt për shkak të pengesave politike dhe procedurave të ratifikimit. Propozimi parashikon që Kievi të marrë pjesë në disa mbledhje të BE-s dhe të ketë përfaqësues të asociuar në Komisionin dhe Parlamentin Evropian, por pa të drejtë vote. Negociatat për antarësimin e Ukrainës janë bllokuar prej kohësh nga vetoja e Hungarisë e Viktor Orbanit. Ndërkohë, Ukraina ka kërkuar që OKB-ja t'i heqë Rusisë statusin e antarës së përhershme në Këshillin e Sigurimit për shkak të luftës dhe krimeve ndaj civilëve. Në një fshat në Kambodgja, qindra banor morën pjesë në një ceremoni tradicionale 2 ditore kur luteshin për shi, paqe dhe prosperitet. Riti që shënon fillimin e sezonit të shirave është praktikuar prej qindra vitesh dhe lidhet me përgatitjet për mbjelljen e orizit. Të rinjt u veshën si hyni dhe vallëzuan në ritmet e daulleve tradicionale khmere, ndërsa të tjerë shkuan me kuaj dhe bicikleta drejt një faltoreje lokale. Në vendin e shenjtë, banorët ndezën temjan dhe ofruan fruta, ushqim dhe pije si pjesë të lutjeve për shëndet dhe mirëqenie, edhe pse dikur e përhapur në të gjithë vendin, kjo ceremoni është bërë më e rrallë në vitet e fundit. Kemi mbërritur në fund të këtij rrethaqarku dhe për sot ritakohemi sërish nesër bashkë, natë e mirë.